ne duhet ta shohim atë në mënyrë të plot për të dhënë vlerësimin ton, por ajo çfarë mund të them tani është se konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi i Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës e ka zgjedh kryetarin, Dim Albashën, i ka zgjedh 4 nënkryetarët, Albulena Haxhiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalën dhe Emilia Rexhepin. Askush nuk është duke e zënë karrigën e zbrazët për nënkryetarin nga radhët e komunitetit serb. Është dashur që të vazhdoj puna e kuvendit sepse shteti i Kosovës nuk ka kohë për të humbur. Emilia Rexhepi është nënkryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk mundet votimi për Emilia Rexhepin të anulohet. Prandaj ne kemi ngelur te nënkryetari i fundit nga komuniteti serb, por mos harroni, nuk janë serb vetëm ata të listës serbe. Serb është edhe Nenad Rashić. Në një renon, përfaqësuesi i listës serbe i morri veç 10 vota, a Nenad Rashić i morri 56. Veç 5 vota t'ja jepshin këta 52 që janë të opozitës, sot nuk ishim duke i bërë këto pyetje dhe këtë